Përshëndetje. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të ndarë me ju. Në fakt unë dua të ndaj gjëra pozitive. Dua të ndaj momente të bukura që ne të argëtohemi, por çuditërisht Big Brother që është një burg, le ta themi. Banorët aty brenda shndrohen në personazhe të kafshëzuar. Nuk e kam besuar më herët, me thënë drejtën, që kemi një kafsh brenda vetes, por kur kam filluar të ndjek Big Brotherin e kam parë këtë kafshën që po e nxjerrin. Çfarë po ndodh? Tani Miri, se çka ka Miri që këto ditë të fundit domethënë ka filluar shumë entuziazm brenda shtëpisë, po kërcënon, po denigron, mundohet të pshtyj banorët, siç bëri sot me Mateon, që domethënë janë vërsul komplet Mateos. Ditën e sotme e ka tepruar pak, ë, domethënë pati një debat tek pjesa e kuzhinës, teksa Mateo gatuante. Erdhi me atë tipin e çunit gangster, që gjas me unë jam baba këtu, unë bëj çfarë të dua, unë pyetem këtu dhe ju të gjithë jeni delet e mia. Mua në fakt nuk më duket Mateo dele, mendoj që di t'i bëj sinkron dhe ndjesinë që ka për Brikenën dhe pëlqimin që ka për Brikenën, por të nxjerrë edhe Luanin kur duhet treguar. Domethënë është shumë i kyçur në lojë, pa marrë parasysh domethënë që nuk është personazh që debaton shumë, nuk është personazh që bën muhabet gjatë gjithë ditës, po domethënë aty ku duhet të aktivizohet, ai aktivizohet. Dua ta përgëzoj për maturinë që ka, për kulturën që ka, qoftë edhe në debate shumë të nxehta, sepse tani Big Brother ka kaluar në atë fazën që loja nga lojë shndrohet në personale, tani merren inat, krijohet urrëtia, krijohet mlefi, e shohin me shumë urrëtie njëri tjetrin, duan me patjetër që ta shkatrojnë tjetrin që të arrijnë në finalen e madhe, domethënë është luftë e madhe që po bëhet aty brenda. Dhe ditën e sotme e pash Mirin shumë të mlefosur. Unë mendoj që Miri s'ka ç'i bën gomarit i bie samarit në këtë rast. Domethënë ai nuk ja thot dot Selinës këto gjërat sepse Selina e la vet dhe nuk mundet dot të qaset në shtëpi dhe tani e nxjerr te Mateo. Por Mateo është i fortë. Është i fortë, është i qëndrueshëm dhe më vjen shumë keq që e prekin non stop tek djali që nuk arrihet dot të bën për vete një femër. Për mendimin tim, një mashkull i cili e do një femër me shpirt, ai do të mbajë qëndrimin sipas dëshirës së saj. Nuk mundet Mateo që të shkoj ta kapën me zor, se po e kapi me zor do ta quajmë përdhunues. Pastaj domethënë këto që bëjnë këtë tifon e madhe që ti je mashkull kot, që ti nuk e pudh dot, që ti nuk ja prek dot dorën, momenti që po ta puthen Mateo dhe Brikena do të bën ndonjë reagim, do e quajnë djalë përdhunues dhe tash Mateo i shkreti është në hall të madh, nuk di çfarë të bën. Po e kapi pse e kapi, po se kapi nuk e kapi, domethënë ka mbetur as këtej as andej dhe di ti menaxhoj bukur këto emocionet. Rëndësi ka që ato e mbajnë bolin në mes dhe kështu që Mateo dhe Brikena kënaqen dhe më pëlqen që pa marrë parasysh sido që të jetë realiteti, se unë e di që Mateo si djeg, nga që Mateo dëshiron të shkon përtej me Brikenën, se po të mos dëshironte ai nuk do ta rikthente këtë ndjenjë për Brikenën pas aq shumë vitesh. Por mendoj që ai mundohet që nëpërmjet qetësisë së tij, nëpërmjet pozitivitetit që ja dhuron Brikenës, mos t'ju jap mundësi që banorët brenda në shtëpi t'i përdorin këto momente, sepse aty nëse ka 100 kamera, edhe 17 kamerat e tjera janë vetë banorët. Dhe këtë sinkron e bën shumë bukur Mateo. Nuk e di në fakt, derisa do të shkon Miri me këto kërcënimet, e di që të martën do të jetë në shënjestër nga opinionistët, domethënë do ta denigrojnë krejtësisht, por mua nuk më pëlqen kur një mashkull, domethënë nuk ka argumente për debatin që bën dhe shkon aty bën kot si kapo në 100 kamera duke e parë që gjasme ja sa i fort jam unë. Më ka zhgënjyer Miri, kam pritur shumë nga Miri, e kam parë natën e parë si një banor pretendent për fitues, por me këtë sjellje nuk ma merr mendja që ka shqiptar që do ta çonte drejt fitores së madhe.